jam Geltian Gjeka, 44 vjeç, për herë të parë kam dëgjuar për udhëtimin e Turgosovit në burgun e Tiranës, në 313. Kisha dëgjuar edhe herë tjera për Jezusin, por në udhëtimin e Turgosovit mësova se kush ishte Jezusi. Mësova se përse erdhi dhe mësova që ai ishte shpëtimtari. Nga ai moment fillova ta njoh më shumë Jezusin, fillova të lexoj Biblën dhe të lutesha. Nga ai moment kuptova që jeta ime kishte ndryshuar. Dhe çdo ditë po mësoja gjëra të reja për shpëtimtarin dhe për Zotin tim. Fillova të kuptoj që në jetën time kishte ndryshuar diçka. Në fakt kishte ndryshuar më shumë se sa diçka. Sjellja ime filloi të reflektojë edhe në ambientin ku jetoja.